Siç është shkruar shumë kohë më parë, në shumë raste dhe në shumë mënyra, Zoti ju foli etërve tanë përmes profetëve. Por në këto ditë të fundit, ai na ka folur përmes Birit të Tij, të cilin e emëroi trashëgimtar të gjitha gjërave, përmes të cilit gjithashtu krijoi botën. Ai është shkëlqimi i lavdisë së Zotit dhe vula e saktë e natyrës së Tij, dhe ai mban universin me fjalën e fuqisë së Tij. Pasi bëri pastrimin për mëkatet, ai u ul në të djaftën e madhërisë në lartësi, duke u bërë aq shumë superior ndaj engjëve sa emri që ka trashëguar është më i shkëlqyer se i tyre. Hebrejve 1:14. Siç është shkruar në librin e Gjonin. Mos e lejoni zemrën tuaj të shqetësohet. Besoni në Zot. Besoni gjithashtu në mua. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë vende për të banuar. Nëse nuk do të ishte kështu, a do t'ju kisha thënë se po shkoj të përgatis një vend për ju. Dhe nëse unë shkoj dhe përgatis një vend për ju, do të kthehem përsëri dhe do t'ju marr te vetja ime, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Dhe e dini rruga për në vendin ku po shkoj. Thoma i tha: Zot, ne nuk e dim se ku po shkon. Si mund ta dim rrugën? Jezusi i tha atij: Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen te Ati përveç se përmes meje. Nëse më njeh, do ta njohësh edhe Atin tim. Që nga tani ti e njeh atë dhe e ke parë. Filipi i tha: Zot, na trego Atin dhe ne do të jemi të kënaqur. Jezusi i tha atij: A kam qenë me ju gjithë këtë kohë, Filip, dhe ti akoma nuk më njeh? Kushdo që më ka parë, e ka parë Atin. Si mund të thuash, na trego Atin? A nuk besoni se unë jam në atë dhe Ati është në mua? Fjalët që po ju them nuk i flas nga vetja ime. Por Ati që banon në mua bën veprat e Tij. Më besoni se unë jam në atë dhe Ati është në mua. Por nëse nuk e bëni, atëherë më besoni për shkak të vetë veprave. Gjoni 14:1-11. Mirë. Në këtë shkrim tjetër, Jezusi hedh një tjetër bombë të vërtetës që do të trondit njerëzimin në thelb. Dëgjoni me kujdes ndërsa çdo fjali është e ngarkuar në këtë video me të vërtetë dhe lidhje me të tjera të vërteta që do të zbulojnë të vërtetën që ndodhet thellë brenda vetes tuaj. Siç ndodhet thellë brenda çdo njeriu, siç dëshmohet në shkrimin e mëposhtëm. Siç është shkruar në librin e Gjonit. Pasi Jezusi tha këto fjalë, ai mbriti syt nga qielli dhe tha: Atë. Ka ardhur ora. Ndero birin tënd që biri të nderoj ty. Pasi I ke dhënë atij autoritet mbi të gjithë njerëzit. Të japësh jetë të përjetshme të gjithëve, ata që ti I ke dhënë atij. Dhe kjo është jeta e përjetshme, që ata të njohin ty. Zoti I vetëm I vërtetë. Dhe Jezu Krishti, të cilin ti e ke dërguar. Nuk po kërkoj vetëm për këta, por edhe për ata që do të besojnë në mua përmes fjalës së tyre, që të gjithë të jenë një. Ashtu si ti, atë, je në mua dhe unë jam në ty. Që ata gjithashtu të jenë në ne. Që bota të besoj se ti më ke dërguar. Lavdia që ti më ke dhënë, unë ua kam dhënë atyre. Që ata të jenë një. Siç nesi. Unë në ata dhe ti në mua. Që ata të bëhen plotësisht një. Që bota të di se ti më ke dërguar dhe I ke dashur ata, ashtu siç më ke dashur edhe mua. Atë dëshiroj që ata që ti më ke dhënë të jenë me mua aty ku jam. Të shohin lavdin time që ti më ke dhënë sepse më ke dashur. Para themelimit të botës. Gjoni 17:1-24. Për të përmbledhur atë që u tha, Jezusi e bën të qartë me fjalët e tij. Që ata të jenë një. Si ne jemi një.
unë në ata dhe ti në mua, që ata të bëhen plotësisht një. Dhe ai vazhdon të shtoj se lavdia që Zoti i dha, Jezusi u dha njerëzve atyre që do të besojnë në të si Zot, që ata të jenë një. Si ne jemi një për ata që besojnë dhe mund ta pranojnë Jezusin si Zot. Nëse e merrni këtë së bashku me shkrimin e mëparshëm të ndarë, siç është shkruar. Por dua që të kuptoni se Krishti është kreu i çdo njeriu, dhe burri është kreu i gruas së tij, dhe Zoti është kreu i Krishtit. 1 Korintasve 11:3. Merrni parasysh të përfshini paralajmërimin e mëposhtëm. Siç është shkruar, dhe të presim birin e tij nga qielli, të cilin ai e ngjalli nga të vdekurit. Jezusi, i cili na shpëton nga zemërimi, që po vjen. 1 Thesalonikasve 1:10. Shpresoj që e keni shijuar këtë video. Bëni like dhe ndiqni faqen tonë për të marrë video të tjera. Bardhësi në udhëtimin tuaj.